Sali Berisha po injoron thirrjet e protestuesve mbi emrin e tij, por kërkesat mbi një klasë të re politike duket se po i imponojnë atij lëvizje për të treguar përpjekje për ripërtëritje të Partisë Demokratike. Sinjalin e parë dha me kryetaren e Këshillit Kombëtar të PD-s, që ndonse pa ndonjë peshë të rëndësishme vendimarrëse, ju besua Juliana Emirit, një figurë jo shumë e njohur politikisht, por pjesëmarrëse aktive në protestat e PD-s. Së fundmi, edhe në ato të 32 ditëve të kaluara në shesh para kryeministrisë. Me emra të rinj është pasuruar edhe kryesia e re e PD-s. Me votat e antarëve të Këshillit Kombëtar, numërimi i të cilave zgjati deri në orën 4:30 të mëngjesit të sejntes, u zgjodhën 20 antarë të rinj që i bashkangjiten emrave ex officio në kryesi. Suksese kryesisë re, fitore Partisë Demokratike. Më të votuarit prej tyre nga radhët e grave janë emra si Ilda Zhulali apo Edith Harxhi, antare aktuale e kryesisë. Ndër 3 gratë më të votuara futet për herë të parë në kryesi Eda Grimçi, kryetare e Degës 9 të Tiranës. Mes 6 të rinjve që futen në kryesi, spikat emri Andja Ullirit, të res që u bë e njohur si deputetja më e vogël e parlamentit në legjislaturën e shkuar, si dhe një prej më të votuarave në zgjedhjet e 11 majit. Ajo nuk arriti të kishte një vend në parlament, por tashmë do të ketë vendin e saj si e zgjedhur në kryesin blu. Po ashtu nga radhët e të rinjve, si më i votuari futet në kryesi djali ish deputetit të ndjerë të PD-s Sokol Oldashit, Glau Koldashi. Kryesisi bashkohen për herë të parë Ilir Ali Mehmeti dhe Fisnik Qosja. Ky i fundit ndër të paktët fitues të PD-s në zgjedhjet vendore e që drejton prej 2023-shit Bashkinë e Kavajës. Ndërsa rikonfirmohet antar kryesie si më i votuari me zburrave Grigels Muçollari. Në kryesi futet edhe deputeti Gjin Gjoni, por me vota antarëve të Këshillit lihen jashtë 5 deputet që ishin kandidat: Arjan Doja, Edi Paloka, Gent Strazimiri, Luan Baçi dhe Fidel Kreka. 20 qere zëvendëson emra si Belind Kolliçi, Aldo Bumçi apo Josefina Topalli, por përbërja finale e kryesisë së re do të mësohet pas disa ditësh kur Berisha të zëvendësojë edhe sekretariatet dhe nënkretarët, si dhe të plotësoj kuotat e diasporës. Aty do të jetë ndoshta testi më i rëndësishëm i kreut të PD-s. Nëse do të vijojë të drejtojë PD-n me të njëjtat figura apo kupola drejtuese do të pësojë ndryshime. Ai moment do të përmbyllë edhe gjithë procesin zgjedhor në PD, që nisi me votimin pa garë dhe me kandidat të vetëm për kryetar Sali Berishën, që në shkelje të statutit, duke lënë jashtë çdo rival, u rizgjodh në krye të PD-s më 23 maj. Më pas pritet në mungesë të sheshit, të zënë nga protestat qytetare prej më shumë se një muaj, PD të përqendrojë energjitë në përgatitjen për zgjedhjet vendore të 2027-s.